në vendet të shenjta që sot më bëhen masakra. Fëmijët e muslimanëve vëllezër të ndershëm në tokat e Palestinës, këto janë pejgamber të Allahu që jetuan në këto tokat të bekuara dhe ne lutim Allahun Azza wa Jall që mos ta mirim qëtërin Bajram, vetëm se Allahu Azza wa Jall kriminalët helaq t'i ban. Lutim Allahun Azza wa Jall që vëllezërit tanë të cilët huajnë në Gazze, Allahu Azza wa Jall t'i ndihmon në këtë ditë Bajrami, Allahu Azza wa Jall t'i gëzon. Ka se mjerim avëllëo të ndërshëm botën e civilizimit në shekullin 21, botë e civilizimit shiqon, ndërsa fëmijët gjegën të gjallë, nënat blesin në rëmuja, vdesin njerëzit të uritur, ndërsa ne vuajmë vëllezër të ndërshëm nga traqësia, ndërsa ne jemi bo vetëm si shiquas të tyre se qëfar po ndodh me to. Mirë po shpresën Allahun Azza wa Jall ashe modhe, që ne që kurbanët tona që i kemi sakrifiku për Allahun Azza wa Jall, ndërsa ato i sakrifikojnë fëmijët e tyre, nga se këto dua të ujitën me gjakun e të ndershmeve, nga se ato ke ndershme, ku pejgamberi Allahu ka thonë në akhiri zaman Islami do triumfon nga këto toka. Këto toka janë duke ujitën me gjakun e pastër të muslimanëve. Pra të lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall t'i gëzon ato me fitore. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu shahidët Allahu Azza wa Jall t'i gradon, t'i lartëson në xhenetet më të larta. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të plagosët e tyre Allahu t'i shëron, ndërsa ata të cilët zhvillojnë dhunë ndaj atyre Allahu Azza wa Jall t'i hakmirët. Dhe kjo inshallah nuk do t'jetë gatë. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall kudreti dhe fuqinë e tij të na tregon